Pajtime me Shëbat, kur është fjalla për mos pajtime për Sërbin, atëre gjithë dhe të duhet ta përkranim, jo vetëm zoti Kurti, po këdo që do të ishte në qeveri. E keni përkra edhe zotin Haradinaj, kur ishte kryeministër, kur vendosi taksën 100%. Apo na lënë lut na të folim edhe na. Jo, po janë akuzat cilat nuk kanë bazë. Që ta kallzojnë e bazë. Zoti Kurti në raport me Serbinë që si ka shku në favor Serbisë. Jo, po çështjet e mos koordinimit në të kaluarën, për cilat e kemi kritikuar të gjithë. Jo, po flasim në 5 vjeçarin e fundit të mandatit presidentes. Po do okej, po... Cilat aludohet se nuk pas ka folë, nuk pas ka ngritë zërë. A bën të lutna me mbos punë tame? Shumë shkurt. Një presidente e shtetit tam, kush do të qoftë ajo, tash edhe Vjosa, për cilën rrethona caktuar si gazetar e kom mbështet kur e ka pas mirë. Ku e ka pas keq, non me pas kom çka i bëj. Pa diskutim. Shumë shkurt. Lutna, lem tash të përfundoj. Nëse një presidente e shtetit, unë e përcjelli si gazetar dhe del në konferencë për media dhe thot, është kaluar bigjaz me aleatin kryesor Amerikën, për mua është alarm për shtetin edhe për politikën vend. Dhe ka qenë. A është alarm? Mirë. Qysh tash çaja presidente, e cila e thot 2 vjet më herët, që është alarm për shtetin, ja jep datën një kryeministri që është i rrezikshëm për shtetin e vendit. Nuk ja ka jep datën një kryeministri. Ja ka jep datën e zgjedhjeve datën gjitha partive politike. Jo, ja ka jep decisivisht Albin Kurti. Ja ka dhënë datën Mërgatës, që ka ardhur. Ja ka jep Mërgatës, e ka kalkulu votën për interes të vetën edhe pikë. Jeni gabem, ka mendim... Lem të gabojone. Ki drejt, lem të gabojone. Po, lem të gabojone. Gjithmonë unë gaboj, Florenti gjithmonë gabon. Po ju si politikan, edhe si përgjegjës, në këtë rast që punonin zyrën e shtetit ose të kryeministrit, keni për obligim dhe opinionit publik me thonë të vërtetën ju. Pa diskutim. Jo, atëherë të lutna, nëse pra është e vërtet kjo që apethu ti, pse u prish Albini me Vjosën? Për çka? Në fakt, nuk jam prish, kam pas mos pajtime në momente të caktuara të 5 vjeçarit. Pse se boni presidente, pse s'ja dha? Tani do ta pësësh Albinin, jo mua, unë jam përfaqësuese e partijës. partijës. Përfaqësuese e Zonjës Osmani dhe ti duhet me ditë versionin e saj. Unë kam qenë këshilltare presidentës Osmani, unë e thash fillimisht për çka ka gabu zëtë Kretë fushotën, zgjedhore, jenavar, jon prish ata dy. Popull është ka rrët edhe ka mashtrohet, Zonja Haradinaj, prej pushtetit edhe prej pozitës. Jini kana rrani e kana mashtroni, jo në këtë rast ti, po këta lider që kanë pozicion. Këtu spithuat e vërtet ashti popullit. Po cila e vërtet? Ju du të më në kalëzu se na se dim. Florenti e dem. Për cilën e ki fjallën, për cilën të vërtet? Se shkoj venin zgjedhje su votu Zonja Osmani. Nuk deshe një prezident të Se su morën vesh. Se su morën vesh. Është Albin Kurti, jo, mërë du të me ditë populli, po du të kalëzën a pjesën e Vjosës. Se Vjosa s'pe kalëzën të vërtetën. Absolutisht. Aja, s'ka tash nuk kretë Jënë veprimet binomit Kurti Osmani që e kanë kap shtetin për 6 vjetë. Është fatkeqësi që është prish në projekt, ku ka pas momente ku është dashur të vazhdohen ato projekte politike. Ato e dem vetëm Albin Kurti dhe unë e thash lesës është... Unë e thash mendimin tem që nuk ka dash një president të fortë që do t'i vazhdon projektet politike ku ai ndihej i eklipsuar. Në marrëdhënie ndërkombëtare, ai do një president me rol ceremonial dhe Vjosa Osmani nuk është personi i duhur për atë koncept të institucionit të prezidencës. E mira është që